Gjykata kushtetuese rrëzoi këtë mërkur kërkesën e Nauret Allagamit për të kundërshtuar procedurën që çoi në emërimin e Asim Vokshit. Në votimin në gjykatën e lartë, Allagami mori 8 vota në favor, ndërsa pretendoi se në favor të saj do duhet të ishte konsideruar edhe një vot, e cila u shpallë pavlefshme, pasi përveç shenjës normale, kishte edhe një tjetër ponokratë e emrit të saj. Allagami në fillim i drejtuai gjykatës administrative, por kërkesa i rrëzua me pretendimin se është jashtë jurisdiksionit të saj. Pas polemikave të shkaktuara nga Allagami, gjykata e lartë reagoi duke thënë se procesi i votimit ishte zhvilluar sipas rregullave të përcaktuara. Ajo citonte nenin 12.6 e rregullores që ndalon çdo shënim tjetër në fletën e votimit përveç shenjës së përcaktuar, si dhe nenin 13.b që përcakton pavlefshmërinë e votës kur në fletë janë bërë shënime në favor ose në disfavor të kandidatëve. Asim Vokshi u shpalla automatikisht se kandidatura e përzgjedhur, duke qenë se në vlerësimin e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, ai ishte renditur i pari. Gjyqtari Vokshi u vu ditët e fundit në shënjesër të sulmeve sipas të cilave Këshilli i Emërimeve në Drejtësi kishte anashkaluar një informacion të klasifikuar që ngrinte dyshime se ai mund të ishte agent i shërbimeve sekrete. Vokshi, por edhe Këshilli i Emërimeve në Drejtësi i hodhën poshtë akuzat, ndërsa shoqata kombëtare e gjyqtarëve foli për sulme personale dhe denigrime që cënojnë drejt për drejt dinjitetin, reputacionin dhe integritetin institucional të magjistratit. Pas vendimit, presidenti Bajram Begaj nuk mund të mbajë më pezull betimin e Vokshit, akt i cili do të shënonte edhe nisjen e menjëhershme të detyrës si antar i gjykatës kushtetuese.